Fillojmë duke falendëruar Allahun Azza wa Jall, Zotin e gjithësisë. Atë e lavdërojmë dhe prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, i kërkojmë mbrojtje Allahut të madhëruar nga ligësia e veteve tona dhe nga pasojat e gjunaheve. S'ka dyshim se atë që Allahu e udhëzon në udhën e drejtë, për të nuk ka humbje, ndërsa për cilin do që e ka humbur udhën e drejtë, ata askush nuk mund ta çojë nga e mbara përveç Zotit të tij. Dëshmojmë dhe deklarojmë me bindje se nuk meriton të adhurohet askush dhe asgjë tjetër përveç Zotit të gjithësisë. Dhe dëshmojmë se Muhamedi ishte robi i Allahut dhe i dërguari i tij, paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi të gjithë njerëzit që ndjekin dhe që do të vazhdojnë ta ndjekin në rrugën dhe fenë e tij deri në ditën e fundit. S'ka dyshim se fjala më e mirë dhe më e bukur është fjala e Allahut të madhëruar, është Kurani fisnik. Ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i drejtë është udhëzimi që na e solli Muhamedi, i dërguari i Zotit, ndërsa punët më të shëmtuara janë sajesat, trillimet, gënjeshtrat në lidhje me fen. Çdo sajes në fe është bidat, çdo bidat është humbje dhe devijim, ndërsa humbja dhe devijimi nga udha e drejtë e çojnë njeriu në zjarrin e xhehenemit. Elus Allahun Azza wa Jall, Zotin e gjithësisë, që të më ruaj mua, juve dhe të gjithë dashurit tanë nga zjarri i xhehenemit. Të nderuar besimtarë, vitet e jetës son kalojnë njëri mbas tjetrit. Dikujt Allahu i madhëruar ja ka bërë risk që të jetojë gjatë, ndërsa dikujt tjetër jo. Kur njeriu t'i paraqitet Zotit vetë në ditën e gjykimit, do të pyetet se sa kohë kishte qëndruar atje në dynja. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'al al-'adin. Ai thot, sa vjet keni qëndruar atje në tokë? Do të thonë njerëzit, qëndruam një ditë apo një pjesë të ditës. Pyeti më mirë ata që dinë numërim. Qala in labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Do t'ju thot, mire keni. Vërtet pak keni qëndruar sikur ta dinit. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Allahu Azza wa Jall do të thot, a mos menduat vallë se ne ju kishim krijuar ashtu kot, pa ndonjë qëllim, dhe se nuk do të ktheheshit tek ne për don llogari? Fata'ala Allahu al-Malikul Haq. I lartësuar, i madhëruar është Allahu, sunduesi i vërtet. Si mund ta mendoni se Zoti mund ta ketë krijuar njeriu në kot dhe mund ta ketë krijuar të gjithësi ashtu pa ndonjë qëllim? I lartësuar është Allahu, sunduesi i vërtet. Nuk ka Zot tjetër përveç tij, Zoti i Arshit Bujar. Allahu Azza wa Jall u tregoi njerëzve dhuntinë e kohës dhe jetës që u ka dhënë. Mirë po pak janë ata që marrin mësim. Allahu i madhëruar thot në Kuranin fisnik, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. A nuk ju patëm dhënë jetë juve, thot Zoti, aq sa ai që ka dashur të mendoj, ka mundur të mendoj. Madje juve ju erdhi edhe profeti. Pra shijojeni dënimin se për zullumqtarët nuk ka ndonjë ndihmëtar. Të nderuar besimtarë, Allahu Azza wa Jall i ka përmendur disa njerëz të cilët e harxojnë kohën ashtu kot në argëtime, në dëfrim, në vepra të padobishme apo në vepra që e hidhërojnë Zotin e gjithësisë dhe i kalojnë kufit. Këta njerëz kur të dalin para Zotit të gjithësisë për dhënë llogari, do të pendohen, mirë po atëherë pendimi i tyre nuk do të ketë më vlerë. Qad khasira alladhina kadhabu bi liqa'i Allah.
حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. Ata që përgënjeshtruan takimin me Allahun dhe përgënjeshtruan ditën e gjykimit, kanë humbur dhe do të jenë të dëshpëruar. Derisa t'ju vi momenti i kiametit, apo t'ju vi vdekja, ashtu befas dhe të thonë të mjerët ne për atë çfarë kemi lënë mangët nga punët e mira në dynja. Dhe kjo duke i mbartur mbi shpinë gjunahet e veta, e shëmtuar është ajo çfarë ata mbartin. Vëllai i dashur, motër e nderuar, a e ke llogaritur veten para se t'japësh llogari para Zotit gjithësisë? Wallahi, pasha Allahun do të ndalemi nesër para Atij, të cilit nuk i fshihet asgjë. Yawma idhin tu'radun la takhfa minkum khafiya. Atë ditë ju do të ekspozoheni, do të dilni përpara Zotit gjithësisë, nuk do të mbetet i fshehtë asnjë sekret i juaj. Veprat e mira do të jenë të dukshme, dhe po ashtu edhe veprat e këqija, para Allahut Azza wa Jall nuk fshihet asgjë. Ai di të fshehtat, ashtu siç i di edhe të dukshmet, do t'i thotë robit të tij, të cilin do ta afrojë dhe do ta veçojë: a e ke bërë këtë dhe këtë vepër? A të kujtohet kjo dhe ajo ditë? Pra Allahu Azza wa Jall është i mirënjohur për atë çfarë njerëzit veprojnë. Të mirët i kanë depozituar veprat e mira, kurse të këqijt kanë grumbulluar gjunahe. Secili njeri do ta shikojë mallin e tij në ditën e Kiametit, atë ditë kur do të dalë në shesh ajo që kemi pasur në zemër. Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, fa amma alladhina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqu al'adhaba bima kuntum takfurun. Në ditën, thot Zoti i gjithësisë, në atë ditë kur do të ketë fytyra që zbardhen dhe të tjera që nxihen dhe sterojnë, e për sa u përket atyre fytyrave që janë nxirë, u thuhet: a edhe pas besimit tuaj juve u kthyet në mosbesim? Vuajeni pra dënimin për shkak se ishit mosbesimtar. Ndërsa atyre që fytyrat e tyre do të jenë të zbardhura, ata do të jenë në mëshirën e Allahut, në xhenetet e amshueshme, ku do të jenë të lumtur përgjithmonë. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu që më së shumti kujdesej për kohën e tij. Ai çdo minutë, çdo sekond e kalonte me Zotin dhe për Zotin. Çdo çast e shfrytëzonte për ndonjë vepër të mirë e cila e afronte tek Allahu i madhëruar. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: janë dy mirësi, janë dy dhunti, të cilat shumica e njerëzve i përbuzin dhe nuk ua din vlerën. Ajo është shëndeti dhe koha e lirë. Domethënë, shumica e njerëzve e humbin shëndetin dhe kohën e lirë në bërjen e veprave që s'kan dobi, apo në bërjen e atyre punëve që e hidhërojnë Zotin e gjithësisë. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në ka porositur me fjalët: shfrytëzoj 5 sa nuk kanë ardhur 5 të tjera. Shfrytëzoj e rinin sa nuk të ka zënë pleqëria. Shfrytëzoje për të bërë vepra të mira kohën e lirë sa nuk u angazhove me ndonjë punë. Shfrytëzoje jetën sa nuk të ka ardhur vdekja. Shfrytëzoje kohën kur je i shëndetshëm që të bësh vepra të mira sa nuk të ka sprovuar Zoti me ndonjë sëmundje, dhe shfrytëzoje kohën kur ke pasurinë në dorë sa nuk të ka sprovuar Zoti me ndonjë fukarallëk. Andaj muslimanët e parë e porosisnin njëri tjetrin që ta shfrytëzonin kohën dhe të kujdeseshin për jetën e tyre. Sot njerëzit e kalojnë një vit të plot dhe nuk e llogarisin veten e tyre, as fjalët që thonë, as veprat që bëjnë. Gjithë ditën dhe natën bëjnë mëkate dhe vazhdojnë e qeshin dhe nuk mërziten. Nëse ti i harron mëkatet e tua, dije se Allahu Azza wa Jall kur nuk harron. Një njeri devotshëm prej muslimanëve të parë i drejtoi vetes tij duke thënë: o shpirti im, edhe sa ke ndërmend të flesh, dije se në varr do ta bësh gjumin të gjatë. Pra ngrihu dhe puno, se ky është momenti i punës. Sot ka punë dhe s'ka llogari, ndërsa nesër do të jetë koha kur do të japësh llogari dhe nuk do të mundesh më të punosh asgjë nga veprat e mira.
Edhe të mirët, edhe të këqinjtë e kanë vajtuar jetën e shkurtër dhe kanë dëshmuar se koha kalon shpejt. Të mirët e vajtonin jetën e shkurtër sepse nuk arrinin të bënin më shumë vepra të mira, ndërsa të këqinjtë janë pishman për veprat e këqija që i kanë bërë në ditët e kaluara. Tregohet se Xhunaidi ibn Muhammed, njëri nga muslimanët e hershëm, kur kishte ardhur çasti i vdekjes, ai mori Kur'anin dhe filloi ta lexojë me ngashërim. I than edhe në këtë gjendje, edhe tashmë që je duke ndruar jetë, e ke mendjen të lexosh Kur'an? Tha subhanallah, a ka dikush që është më nevojtar se unë për të lexuar librin e Zotit, pasi që jam në çastet e fundit të kësaj bote. Harun Rashidi, i cili sundoi khilafetin islamik nga Spanja deri në Indi, nga Tashkandi dhe deri në Afrikë, kur e ndërtoi një pallat të bukur të stolisur në Bagdad, i thiri disa nga poetët që t'ia lavdërojnë pallatin e tij. Midis tyre hyri dhe Ebul Atahije, i cili ishte poet dhe asket. Ishte njeri tërësisht i përkushtuar ndaj jetës tjetër. I tha Harun Rashidit, e kam përpiluar një poezi për ty dhe për pallatin tënd. Ati lexoi tha disa rreshta për ty dhe për pallatin tënd, tha recitoi ti dëgjojmë. Ai tha, Aish ma bada laka saliman fi dhilli shahiqati al-qusur. Jeto sa të duash, jetofshi i lumtur në hijen e këtyre pallateve. Tha bukur. Yajri alayka bima aradta ma al-ghuduwi ma al-bukur. Mëngjes dhe mbrëmje ti servirin ti ushqimet dhe pijet më të mira. Tha po vazhdo tha. Fa idha an-nufusu taghargharat bi zafiri hasharjati as-sudur fa hunaka ta'lamu muqinan ma kunta illa fi ghurur. Mirë po kur të vijë shpirti në fyt dhe kur të ngushtohet krahërori, kur djesh duke u larguar nga kjo botë, atëherë do ta kuptosh se ke qenë në një mashtrim shumë të madh. Jeton njeriu, i gëzon të mirat e Zotit, është i shëndetshëm, i pasur, i lumtur, gëzon pozitë nderuar mesin e njerëzve, i duket sikur kjo do të jetë për gjithmonë. Mirë po kur vjen shpirti në fyt, kur ngushtohet krahërori, atëherë kupton njeriu se në këtë botë ishte vetëm udhëtar dhe se kthimi është tek Zoti i gjithësisë. Të gjithë ata që jetën e kaluan në punë të shëmtuara, në vepra të papëlqyeshme, në bërjen e mëkateve që e hidhrojnë Zotin, i tharasim që ta ripërtërin pendimin tek Allahu Azza wa Jall, t'i kthehen veprave të mira, të ecin në rrugës profetit sallallahu alaihi wasallam. E këshilloj veten time dhe të gjithë ju që të pendohemi tek Allahu Azza wa Jall me një pendim të sinqert dhe të hapim një faqe të re sa nuk është vonë. Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullah fastaghfiru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Besimtar të mirë thot Zoti, janë dhe ata që kur e bëjnë ndonjë punë të shëmtuar, apo i bën padrejtësi, i bëjnë zullum, i bëjnë padrejtësi vetes tyre, menjëherë përmendin Zotin dhe menjëherë kërkojnë falje për gjunat e veta dhe kush tjetër përveç Allahut i fal mëkatet. Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Le të lexojmë ajetin më shpresdhënës në Kur'anin fisnik, fjalën e Allahut Azza wa Jalla i cili thot: thuaj o robrit e mi, të cilët e keni ngarkuar me shumë gjunahe, me shumë gabime veten tuaj, kur mos e humbni shpresën nga mëshira e Allahut. Me të vërtet Allahu Azza wa Jalla i fal të gjitha gabimet. Ai është që fal shumë dhe është i gjithëmëshirshëm. Elus Allahun Azza wa Jalla, Zotin e gjithësisë, që të na mundsoj të pendohemi me një pendim të sinqert. Elus Allahun Azza wa Jalla të na pranoj pendimin, të na i fal gjunahet, të na përmirësoj gjendjen dhe të na udhëzoj në rrugën e drejtë. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Të nderuar besimtar, mirësitë e kësaj dynjaje, të mirat e kësaj bote nuk shpëtojnë pa pasur mangësi. Çdo gëzim i saj pasohet me hidhërim, e çdo bashkim pasohet me ndarje. Ai që e kupton këtë nuk mashtrohet pas jetës kësaj bote dhe të tregohet i shkujdesur ndaj ahiretit, ndaj botës tjetër e cila është më e mirë dhe e përhershme. I dërguari Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të,
e kapi një herë për krau një djalosh të ri, Abdullah ibn Umerin radhiyallahu anhu, dhe i tha: "O Abdullah, jeton në dynja si ti ishe i huaj apo si ti ishe udhëtar? O Abdullah, jeton në dynja si ti ishe i huaj apo si ti ishe mysafir në të." Ibn Umeri e praktikoi këtë porosi të profetit sallallahu alaihi wasallam në mënyrën më të përkryer. Prandaj dhe ai gjithmonë këshillonte duke thënë: "Kur të vijë mbrëmja, mos e prit mëngjesin, dhe kur të zgjohesh në mëngjes, mos e prit mbrëmjen, përdore shëndetin tënd për kohën e sëmundjes dhe përdore jetën që të përgatitesh për dhënë llogari para Zotit të gjithësisë." Ky është realiteti i kësaj bote dhe me këtë ndjesi dhe me këtë mendësi duhet jetoj muslimani. Një nga muslimanët e hershëm i shkruante një shokut të tij ku i thoshte: "O vëlla im, mos kujto se do të qëndrosh përjetësisht në këtë dynja. Përkundrazi, do të shpërngulesh prej saj deshe apo nuk deshe. Vdekja është para teje, ndërsa dynjaja po mbetet pas. Ajo që ka kaluar nga jeta nuk kthehet më kurrë. Sa njerëz presin t'ju kaloj dita, por nuk e plotsojnë atë deri në mbrëmje, se i befason vdekja. Sa njerëz e presin të nesërmen, kanë plane të mëdha për të realizuar, mirë po të nesërmen nuk e arrijnë sepse i befason vdekja. Për këtë arsye ajo që i kërkohet besimtarit është të përgatitet në këtë dynja për të fituar botën tjetër dhe të marrë mësim nga ata që ishin mes nesh dhe tashmë u larguan për në botën tjetër. Koha ikën shpejt, jeta përfundon dhe pastaj të gjithë do të kthehemi tek Zoti i gjithësisë. Po lumaj njeri që kthehet tek Zoti, sa nuk është kthyer tek Zoti. Lumaj njeri që kthehet me vullnet dhe me pendim, sa nuk është kthyer i mbartur mbi supe dhe i veshur me qefin. Lumaj njeri që e njohu Zotin e tij kur ishte në rehati, që Allahu azza wa jall të jetë pranë tij kur ky të jetë në vështirësi. Ja ejuhen nas, inna wa'da Allahi haqq, fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur. O ju njerëz, thot Zoti i gjithësisë, s'ka dyshim se premtimi i Allahut është i vërtet. Premtimi se Zoti i gjithësisë do të ringjall njerëzit dhe xhindët dhe do t'i marrë në llogari, është një premtim i vërtet. Pra të mos ju mashtroj juve jeta e kësaj bote dhe bukuritë e saj, dhe të mos ju mashtroj juve ndaj Allahut, ai i mashtruari shejtani. Kjo ishte veç për kujtim. Elus Allahun azza wa jall na e përmirësoj gjendjen, na inspiroj pendimin dhe të na mundsoj ta njohim madhështinë e tij, ashtu që ta adhurojmë siç i ka hije dhe siç i takon. O Allah, na mundso që të jetojmë duke qenë musliman dhe që vdekja të na gjejë me iman. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Allah, na jep të mira në këtë botë, na jep të mira edhe në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit. Lutja jonë e fundit është paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi vullën e profetëve Muhammedin, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi të gjithë njerëzit që e ndjekin dhe që do të vazhdojnë ta ndjekin në rrugën dhe fenë e tij deri në ditën e fundit. Ibadallah, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة.